19 pacient kanë kërkuar ndihmë në repartin e infektologjisë dhe 14 në pediatri në Gostivar me simptoma të dhimbjes së barkut, diaresë si dhe plogështi në trup. Të njëjtët pas ekzaminimit janë lëshuar për mjekim shtëpiak, ndërsa 2 raste me simptoma më të rënda janë shtruar në spital. Drejtori i spitalit Emri Bajrami për televizionin 21 tha se këto shifra janë krejtësisht normale për këtë stin dhe nuk kanë të bëjnë me ndonjë virus apo diçka të ngjashme. Në brenda 24 orëve të fundit, në repartin e infektologjisë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar vetëm 11 pacient, kurse në repartin e pediatrisë kanë kërkuar vetëm 14 pacient. Domethënë kemi një numër mjaft të dukshëm në rënje, kurse në repartin e infektologjisë kemi vetëm 2 raste të hospitalizuar me simptome të lehta, do të qëndrojnë 2-3 ditë aty dhe do të lëshohen në shtëpi për ekzaminim e shtesjen. Por përse ndodh që edhe përkundër deklaratave se uji mund të përdoret për pastrim si dhe alarmeve për të mos e konsumuar atë, të ketë ende raste të prekura nga uji i ndotur në Gostivar. Drejtori Bajrami thotë se kjo mund të lidhet edhe me viruset stinor. Kjo tani mund të lidhet edhe me virozat sezonale, se edhe vitet tjera ka pas numër kaq bilene më të madh se tash. Duke krahasuar vitet tjera. Edhe përkundër rënies së numrit të prekurve nga uji i ndotur në Gostivar dhe stabilizimit të situatës, gjendja e krizës vazhdon ende. Po ashtu vazhdon edhe marrja e përditshme e mostrave të ujit, deri në daljen negative të përmbajtjes së baktereve në 3 kontrolle rresht, pas së cilës pritet të jepet leja për konsumimin e ujit.